Klubi i futbollit Shiroka shumë shpejt pritet të ketë aksioner amerikan. Performanca e shkëlqyer gjatë fazës së parë të kategorisë së dytë ka bindur amerikanët që të futen në bisedime me presidentin Ergi Axhani për blerjen e aksioneve të klubit Shirokas. Bëhet fjalë për një aksioner i cili është shumë pranë finalizimit të blerjes së aksioneve, duke hapur një kapitull të ri për të ardhmen e skuadrës shkodrane. Burime pranë klubit Shiroka bëjnë me dije se negociatat mes palëve kanë avancuar ndjeshëm dhe marrëveshja pritet të zyrtarizohet ditët e ardhshme. Investitori amerikan me origjinë nga Malizi ka shprehur interes serioz për zhvillimin afatgjat të klubit, duke përfshirë rritjen e buxhetit, përmirësimin e infrastrukturës sportive dhe investimin në akademinë të rinjve. Sipas të njëjtave burime, blerja e aksioneve synon jo vetëm stabilitetin financiar, por edhe rritjen e konkurrueshmërisë së Shirokos në kampionatet kombëtare. Drejtuesit aktual të klubit e kanë vlerësuar pozitivisht këtë interes, duke e konsideruar si mundësi të ardhur për profesionalizmin e mëtejshëm të strukturave të klubit. Nëse marrëveshja përmbyllet me sukses, Shiroka do të jetë një nga klubet e rralla shqiptare me kapital amerikan, një zhvillim që mund të ndikojë ndjeshëm në imazhin dhe ambicet sportive të skuadrës në vitet e ardhshme.